për të lënë profesionin në këtë moment. Këtë e ke këshill nga ana ime. Inteligjenca jote mos të shfrytëzohet në këtë kohë të gabuar. Të uroj suksese me zemër. Ardit, falenderoj. Falenderit shumë për ftesën. Anton? Mos do të ndryja tani se ishte proporcioni ishte shumë i madh në disa vende aty, po ç'mund të them, në një vend që qeveria vazhdon të mendoj që turizmi është motori kryesor i ekonomisë, është vend i destinuar të dështoj ekonomikisht dhe të bëhet të shndërrohet si gjithë këto vendet e botës tretë që përdoren vetëm për turizëm. Dhe sidomos që ne flasim për Hawaiin, që është një vend i varfër që përdoret për turizëm dhe mbetet dhe hawaianët janë gjithë varfër. Por në Hawaii nuk është turizëm cheap, turizëm low cost, ka turizëm elitar. Imagjino ti tani që të jesh edhe si Hawaii, po me turizëm të low cost, çdo të thotë. Do të thotë pastrosh plerat e duhet të kaloj si karkalecën tu. Debat krejt teknikë do ta bëjmë. Dhe dini ju sa ka qenë se pyet për rritjen ekonomike. Rritja ekonomike për në 2023-shin, në vitin më të kulmor të turizmit, 2024 nuk arrit dot ato shifra. E disa ishte reflektuar rritjen ekonomike, rritja e turizmit. 0.7% rritje ekonomike. Kjo bëjnë një pyetje konkrete për ta mbyllur, kam Morrizin dhe Ali Mehmetin, dy kandidatë të Partisë Demokratike në listën e hapur në qarkun e Tiranës. 12 janë listë të sigurt. Morrizi, jashtë listës sigurt, sa fiton opozita në Tiranë, sa vota të duhet të bësh deputet? E ke edhe koleg, por ke edhe rival, sepse jo, me sinjitetit kemi garë, betejën e kemi me Ramën. Ky është koncepti im me cilën breth ka prej muesh dhe bëj takime në çdo cep Tiranës. Unë nuk joh kufin fushat, aq më shumë kur mund përpiqet na e vajnë kufinin ata që janë listë mbyllur. As ma njen fare për ta. Madje me humor i kam qenë xhenaze politike, janë si ato gufomat që shkon në morg dhe pastaj prokuroria i ofton familjarët e tjekat frigoriferin për të gjetë për ta identifikuar se kush është. Është i joti, s'është i joti. Po kështu janë, kështu nga të gjitha partitë. Problemi është që unë nuk bëj betej, zoti Peka, për të siguruar një mandat për vete, nëse do të kisha bindjen ose do të isha pesimist që PD-ja zgjedhjet, se për deputet opozite kam qenë 2 herë në 97-ën, kur ky bide ka qenë 10 vjeç. Deputeti i fundit i Vori Epirit, se PD-ja nuk pat kandidat nga Shkumini deri në Janin, jo deputet, unë kam qenë deputeti i fundit. Dhe herën 2017-ën, deri në 2019-ën, kur më shpall në armik se PD-ja e braktisi atë. Unë besoj që në 37 mandate që ka Tirana, Partia Demokratike duhet marrë 18-19 mandate. Dhe i garë për 5-6 emra nga cilët 4 duhet jenë burra, pra seks, edhe 2 femra, unë kam hyrë garë për të fituar. Duke i besuar qytetarisë të këtij qarku të 1243 qendra votimi që ka nga Sinaballa e Rrogozhina deri në kufi me Burrelin edhe Elbasanin. Po kështu besoj dhe zoti Ali Mehmeti. A janë gjithë në tjetër standard. Për hir të vërtetës, në primare unë kam patur rezervat e mia, të cilët i kam shprehur në Këshill Kombëtar. Zoti Ali Mehmeti ka qenë aty në Këshill Kombëtar. Për mënyrën se si u bën, kohën kur u bën dhe mënyra se si ishte votimi. Unë jam kundër hapjes së Orexit që çdo lloj nesunaje, vetëm mjafton t'i dalë emri në gazetë, një person TikToku ku diun, apo një që ka ardhur 2 herë ke PD, sepse na e venit dhe ne tjerëve garen. Politika është i farë profesioni që si çdo profesion tjetër duhet plotësosh disa standarde që të jesh ambicioz në karrierën politike. Njëri që nuk të njohin hyrja jote në shkallë, vetëm plotëson formularin për të qenë kandidat për kandidat, na vjen turp dhe unë me humor ju them kur më thon si je deputet, i them deputet je vet. Nuk jam unë se e quaj sharje. Sepse prej 4 parzgjedhjesh, nga 38 deri në 47 deputet janë më të urtit, janë 4 vite kanë marrë rrogën, i është bë gishti kalla duke shtyp butonin dhe nuk kanë fol asnjëherë. Nuk e u kanë ngjuar timrin e zërit. Deputeti është përfaqësim. Qenë në listë hapur mu m'jep adrenalin, kënaqësi dhe dinjitet, mu si muslim. Dhe qysh në korrik kam lajmëruar që do jem kandidat listë hapur. Dhe kur jam takuar me zotin Berisha, është vënë ciklet, se ka menuar që po i kërkoj edhe unë si këta që vjen ty që fshin qurrë të mangë dhe lexoj roman ke para llama, që ai ta shohi për ditë kur ikën ha drejt që ky është besniku im se rri këtu. Unë nuk do të pranoja kurrë të isha në listë mbyllur. Kam pranuar në 2017 si kryetari i PD-s i Luçës, sepse s'kishte zgjedhje tjetër. Fal ti armikut këtu, është sot
që në fakt duhet ishte e gjithë lista hapur, dhe për këtë unë kam dënuar pazarin e 30 korriku 2024, kur u mashtruam nga deputet PD-s dhe u tha qytetarëve që ne e bëm këtë sepse është detyrimi i gjykatës kushtetuese. S'është e vërtetë. Gjykata kushtetuese nuk ka dhënë detyrim që të mbyllet 1/3 e listës. Po të respektohen lirat drejt kushtetuta që ka bën ky burri këtu, dhe që prisha herësin gjykatë kushtetuese, kur ta nuk belgjonin Luli me Ramën, thuhet jo më pak se 2/3 duhet i nështrohet votës para përgjyse. Në kushtetut nuk përmenet fare termi 1/3. Dhe që se zbatohet drejt ajo, duhet ishte në çdo 3 emra, 2 të hapur, 1 i mbyllur. 2 të hapur, 1 i mbyllur. Jo të mbyllet toptan që 12. Kështu ruaj edhe kuotat gjinore. Pra në 3 të parë, 2 ishin të hapur, 1 femër e mbyllur. 4-5 e hapur, 6 e mbyllur. 7-8 e hapur, 9 e mbyllur. Kështu e zbatimi, për ne kemi disa e nuk gjyqtar kushtetues, Ljaksa, që i përgjon një prokuror që den përgjim vetë, si që thot ky, dhe nuk reaguan drejt. Ose duhet ishte opsionale. Pra jo detyruse për gjithë subjektet politike nga. Kjo do detyron edhe 2 subjektet e mëdha që ta hapin listën më shumë se sa 30%. Dhe kam kërkuar në Këshillit Kombëtar që elitave kupola drejtuese e Partisë Demokratike duhet dalin listë hapur. Sepse janë njerëzit më politik, më të dukshëm nëpër ekrane, kanë patur mundësi edhe ekranin edhe fërtoren e kuvendit për të prezantuar të qytetarët. Nuk kam pse fshihen listë mëdha se rrezatojnë dhe frikë. Mu nuk më njem për i mandat deputetit nëse PD-ja nuk është në nuk përmys Ramën qim. Pra ti thu, edhe deputetet në pushtet. Unë kam hyrë me këte objekcion qartë, maksimalizoj votat e Partisë Demokratike, të marrë mandat në emër të atyre qytetarëve që besojnë tek Murrizi, për çfarë ka artikuluar Murrizi për fat keq koha më ka dhënë drejt, edhe të thej PD në pushtet. Për të futur listë mbyllur. Ju kanë drejtuar, më aty ka qenë Ilir Ali Mehmeti. Nëse ti mendoni ka thënë Bilik Bashi që Turqi mor ka 5 mandate, ç'do në mandatin tat? Ke bëj brëmduj. Ne ishim 63, i thotë të bëhemi 46. Jo mos e do të marrim 8 në Durrës. Do të marrim 18-19 në Tiranë, do të marrim 7 në Elbasan, 7 në Fier. Ndryshe ç'do më atë? A për deputet që i ndalojnë policë rrugës 4 herë që i thënë kënes blokazhin gabim, as ma njen fare për deputet. Alir Mehmeti. Po, duke qenë se nuk du të përsëris disa nga argumentet sepse i mbështes plotësisht, unë kam qenë gjithmonë mbështetës i asaj që është demokracia drejt për drejt. Pra do doja që njerëzit përfaqësoheshin direkt dhe zgjedhin direkt jo vetëm subjektin politik, por dhe personat brenda subjektit politik që ato i përfaqësojnë më mirë, sepse kjo sjell zërin e tyre më mirë brenda në parlament apo çdo organ tjetër përfaqësues dhe si rrëdhoi e kësaj linje edhe për shkakun e vendimit të parë gjykatës kushtetuese që de facto ishte herse dhe hapte listën, kam qenë gjithmonë favor të listës hapur. Qoftë totale, qoftë mund të ishte opsionale nga 0 ke 33% që si mbas vendimit se cilit subjekt politik kjo nuk u dha e mundur në reformën zgjedhore. Gjithashtu, unë bëj pjesë e një parimi demokratik që shumica vendos dhe mund ta kesh mendimin ndryshe, por ndodhesh në pakicë, do duhet të zbatosh vendimin ashtu siç u mor. Dhe në këtë aspekt këtu, ku është vota e drejt për drejt, ku është demokracia drejt për drejt, është tek lista e hapur. Kështu që unë kështu e mendoj, bashkohem me zotin Murrizi kur për çdo një që ka vendosur madje edhe për kandidatin e kundërshtarit politik që kishim që thotë dhe këtë do tjetër që ka shku lista, e mendoj një gjykim fisnik, sepse të shkosh atje, t'ja kërkosh votën është shumë të tepër burrore dhe kujtoj një diçka, është kjo lloj vote që mund të të shoj ty dhe të kërkosh rotacionin politik me 11 maj, se në fund fare ne këtë duam. Po s'pati një rotacion politik me 11 maj, se ke një mandat, s'ke një mandat, çfarë diferencë bën kjo për gjithë ne? Do jemi prapë këtu duke diskutuar dhe mbas 11 majit. Fund fare ka një skuadër e cila o fiton e gjitha o humbe e gjitha. Por nëse fiton, të jemi të bindur, lojtarët fush e marrin lavdim, më pak lojtarët në stol. Faleminderit. Avokat, faleminderit. Abidegri, faleminderit. Ky është emisioni për sonte, shihni të hënën natën mirë.